Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje edhe sot pra jeni me mua Fatlumën. Për sot kam përzgjedh një recetë që quhet bulgur, edhe po du me përgatit bulgur me perime të gjelbërta, bëhet kështu në formë të sallatës. Pa humbe dhe shumë kohë, po fillojmë pra me një herë, marrim perimet mas pari. Po, t'ju tregoj çka duhet. Kryesisht të perimet e gjelbërta, do me thoni tranguj, speca gjelbërta, shumë varet edhe për sa persona ju i bëni, për sa persona i përgadisni. Tranguj, speci gjelbërt, fletat mentes, kemi magdanoz, sallatë gjelbërt, e kështu me radhë. Mundini mishtu ju nëse doni edhe diçka tjetër, po kryesisht është esenca me bo me perimet e gjelbërta. Fillojmë me njëherë me prerjen e perimeve. Në këtë rast nuk preferoj në këtë recetë me qëru trangujnë heq. Shkojmë kështu në këtë mënyrë si është. Perimet i përgatisim tamam si për sallat. Tash edhe pak e vejmë ujë me vlu për bulgur. Mendoj që edhe këtë pjesë edhe mjafton me tranguj. E marrim një tenxhere, jo shumë të madhe. Këtë rast i hedhim 3 gota ujë, edhe një. Edhe për me dhonë shijet mirë, na i shtojmë pak si lloj margarine. Kjo shkrit mandej në ndërkohë kur të vlon uji. Shkojmë ndoshta me të parën. Tash, në ndërkohë, përderisa na përfundojmë me perime, derisa ti ngrim, besoj që dhe uji vlon edhe mandej hudhim bulgurin. Okej, shkojmë me qepën tash, mos ta harrojmë. Edhe qepën mundohemi sa ma në këtë rast me fri. E që shala nuk qëllën qepë e dhimshme, më mështi me kaj tash mu. Po më duket e dhimshme kuka. Okej, e prim edhe qepën. Këto perime tjera nuk i kemi shumë të dhimshme si kur qepa. Shkuj me fletat e mentes, edhe këto mundohemi sa ma me i fri. Gira shumë e mirë. Njerë me ndova veç gjysën, mi hedhë, po jo, se menta për me shumë e mirë. Edhe po du kreqëtën. Edhe këtu, gati është e ngjajshme procesi si me kuskusin e djeshit. Do me thonë, nuk na merë shumë kohë, krejt çka na merë kohë, janë perime derisa na i prej, i grim kështu. Edhe uji 5 minuta derisa të vlen, edhe kështu. Edhe kjo është recetë shumë e shpejtë dhe shumë e shëndetshme, po është edhe shumë e shijshme. Shkojmë qështu. Edhe marim pak, nuk i dja kemi salatë gjelbërt, po. Okej. Shohim nëse është të na vlu uji. Jo edhe pak jo. Okej, jemi gati veç se me
premjen e perimeve, edhe pak, edhe këtë pjesë, edhe mandej e presim ujin. Kisha qitë veç pak vaj ullirin fillim, para se me i... Në ndërkohë shojmë a ka vlu ujin, është veç të vlu uji edhe pak e lojmë që shtu me vlu, një 30 sekonda në shtatë. Në një minutë s'pedi, edhe pak shkojmë e hedhim pak krip. Mandej ndodhë që kur e hudhim bulgurin, edhe atëherë hedhim edhe pak krip. Ndalim shpëretin. Okej, mos harrojmë, kemi hudhë 3 gota ujë në tenxhere. E ta shkojmë me 2 gota bulgur. Okej, për me shku pak ma shpejt, i shkojmë qështu. Në gjithësin këtu. Okej, na duhet një gotash. E shfrytëzojmë këtë gotën. Do me thoni kemi hedhë 2 gota bulgur edhe 3 gota ujë. Çka bojmë tash? E presim 15 deri në 20 minuta. Okej. Po më duket që është gati edhe bulguri tash. Po, është gati. Edhe e servojmë me njëherë, e përzim faks me këtë salatën cilën e kemi përgadit. Okej. Shkojmë qështu tash. Shumë i ramiro ka i vjen. Nuk qesim edhe shumë. Këtë rast unë e kom bo për 2 persona, po më duket. Po, për emision, për momentin, tash e bojmë për një pjatë, për një person. Kështu. Edhe i përzim. Qështu. Okej, dalë pak më këtu. Edhe pse salatës i kemi hedhë kryp, edhe kemi hedhë vaj ulliri, gjatë kësaj përzimi na prap i hedhim edhe pak vaj ulliri. Shkojmë pak me piper zi. Edhe pak kryp. Se e di që si kom hedhë shumë a herët, kështu që po duhet edhe pak tash. Bile edhe pak. Unë e përdori shumë kripën edhe pse kjo çka po tregoj tash nuk është as pak mirë. Mos e përdorni sepse nuk është mirë. Okej. Tash e marrim një pjatë të vogël njëherë. Në ndërkohë e kemi lyp pak pjatën me vaj ulliri, se duhet pak me ungjit këto bulguri me salat. Ok.
Okej. Edhe qesim këto njëherë. Nuk e di nëse e kom zgjedh pjatën adekuate me ato që ka po du me bone, po provojmë diçka. Nëse na del që ashtu që komendu mirë, nëse s'na del, kur e provon ju, garant juve ju del ma mirë. Okej. E ta shpeshini pse gjatë gjithë kohës kom thonë që me i gri timta, sa ma timta këto perimet. Era është ka i vjen shumë e mirë edhe duket mirë. Po kur gjo nuk duket mirë që ka është e shishme. Okej. E marim andi pjatën, tamam pjatën për me servu. Pjatën e madhe. Okej, qështu. Po në ndërko, drisa kjo të merë formë këto të kjo pjata vogël, unë po du me bo diçka tjetër, që është pjesë e recetës natyrisht. Okej, kjo i përket pjesës dekorit, po kërkam pak punë, inshallah po mundi me prej që ashtu që po duan. Po më doko që po. Hajdash. Qështu, karotën e prej. Në këtë rast nuk e kemi zi karotën. Mundeni edhe me zi, po zakonisht ju e dini që është mirë shumicën e rasteve mos mi zi. Tash më varet edhe prej recetës. Okej, kemi bo qëtu diçka, shpresoj me na hymë punë tash në vazhdim. Marim 2 fletat salatës gjelbërt. Edhe po mundohemi, nëse mundemi me arrujt forman, edhe me hedh, do shta kështu me njëherë, nuk e dija mundem, po provoj tek, kështu, super. Deri dikon bile, deri dikon. Okej. Tu e në pjesë dekorit. Shkojmë kështu në këtë mënyrë, e vendosim karotën. Kështu. Çka bojmë tash? Marrim rozmarin. Edhe i vendosim kështu. Po duhet edhe pak biber të si. Vur për me. Nëse keni ulli gjelbërt, mundeni me vendos në mes një, nëse jo, mundeni edhe pa ulli. është shumë e shishme, besoni. Qështu? Besoni apo jo, edhe kjo recetë u kry. Okej, kjo është receta për sot. Shihemi nesër prapë me një recetë tjetër, me një recetë prapë të shëndetshme nga unë. Edhe deri nesër, mirë mbetëshi, e nëse provoni këto, ju boft mirë.